Rikthehemi sërish në studio me pyetjet tona. Zoti avokat, ju si shqiptar-amerikan jetoni në realitetin tonë të përditshëm, si e vlerësoni faktin që këto veprimtari kulturore që ne pasqyrojmë krijojnë atë unitetin kombëtar në diasporë? Çdo njeri ka nevojë që krahas ndjekjes së televizorëve të vendit ku jeton, pra televizionet amerikane, mbi të gjitha, sidomos brezi sa më i vjetër të jetë aq më shumë ndjen këtë nevojë të shikoj dhe të ndjekë televizoret e origjinës së tij. Dhe ky televizor është përshtatur pothuajse 100% dhe ka dhënë pothuajse 100% emisione që lidhen vetëm me traditën tonë kombëtare, me Shqipërinë dhe territoret e tjera shqiptare dhe me ne që banojmë në diasporë, qoftë edhe në fushën e reklamave dhe në fushën e reklamave pothuajse predominon reklamat e biznesmenëve shqiptar. Në fushat e politikës, në fushat sidomos në fushat historike, janë mjaft emisione të arrira që nëse në fushat politike mendojmë dhe ndryshe, kur vjen puna në fushën historike mendojmë gjithsesi. Kur vjen në fushën e patriotizmit mendojmë të gjithë njësoj. Pra, mendojmë ndryshe për një politikan, po mendojmë një lloj për kombin, qoftë për diasporën shqiptare këtu në Amerikë dhe sidomos në Michigan, dhe për ata bashkëdhetarë tanë që kemi lënë në trojet e tyre etnike ku kanë ato. Pra, roli i televizionit shqiptar të Amerikës është i pashlyeshëm dhe për mendimin tim ka arritur objektiva të lakmueshme dhe të admirueshme. Dhe meritojnë respekt. Dhe ky 25 vjetor, që duket sikur është shumë, por në fakt është dhe pak, njëkohësisht, se një periudhë për një televizor 25 krijohet për 25 vjet, merr fizionominë siç e ka marrur aktualisht ky televizor dhe me fonde modeste arrin të pasqyrojë në mënyrë të saktë dhe në mënyrë të pëlqyeshme, sepse televizori nuk është si një mbledhje që do vetëm të thuash diçka që ti mund shmënë një njeriu për një aktivitet ose diçka, po do të jetë edhe i kënaqshëm për çdo njeri që ta tërheqi. Pra, dhe programet artistike që ndiqen, edhe ato që zhvillohen, edhe mitinget ose festat fetare ose kombëtare janë pasqyruar në mënyrë mjaft dinjitoze dhe që meritojnë respekt të veçantë. Si televizor, një lloj si televizionet që kanë një buxhet dhe një përbërje të madhe punonësish, ashtu dhe televizori që me këto dy të fundit i ka modeste, po ndërsa në paraqitjen e tij është tamam dinjitos në paraqitjen e emisioneve. Amerika, profesor, është i thonë amerikanët të melting pot. Pra, melting pot më këtë një kazan që shkrin të gjitha identitetet kombëtare. Ne kemi si ide që identiteti i shqiptarëve në Amerikë të jetë i fundit, por natyrisht është e pamundshme me integrimit të do të sjell edhe një farë shkrirje, siç ka ndodhur edhe me kombet më të mëdha. Megjithatë, cili duhet të jetë raporti midis jetës amerikane, sipas opinionit tuaj, dhe jetës tonë si komunitet shoqëror, kulturor, civil? Unë vërtet pajtohem plotësisht me atë idenë se janë kombe dhe komësi jashtëzakonisht mëdha dhe të shumë të njoftuna, të cilat janë shkri këtu. Por koha që neve jetojmë është një avantazh për ne, është një mundësi më e madhe që ta shtyjmë, ta vonojmë atë shkrirje. Përse sepse janë mundësi shumë më të mira për komunikim me bashkëvendin, me vendlinjen tonë, janë mundësit më të mira dhe më të mëdha për të komunikuar mes njëri tjetrit. Janë televizionet, dhe më thënë, konkretisht televizioni është një diçka që e ndikon pozitivisht në këtë punë. Janë jo vetëm televizionet që janë ndoshta këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë televizionet edhe nga vendlindet që neve mund t'i shohim çdo kohë dhe çdo ditë. Neve absolutisht asnjë gjë nuk na mungon dhe nuk na pengon të integrohemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ama gjithnjë të ruajmë komin dhe gjuhën tonë. E them këta sepse e them edhe nga përvoja. E them nga përvoja
Mu absolutisht nuk më kapën gua në asnjë hap për asnjë gjë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të quajtur dhe për të mbajtur si shqiptar, për të ruajtur gjuhën dhe normalisht të marr pozita dhe pozicionet e cilat të më takojnë profesionalisht, normalisht në konkurs me të tjerët amerikanë. Dhe kjo, unë mendoj se neve si shqiptar duhet të punojmë ndoshta më shumë me fëmijët tanë, me njerëzit tonë dhe mos t'ja lejojmë vetvetes të bindemi aq lehtë që nuk jemi në Shqipëri, jemi jashtë Shqipërisë dhe është krejt normale asimilimi. Pra asimilimi nuk them se është i pashmangshëm, por mendoj se mund të punohet që ajo mos të ndodhë aq shpejt. E si mund të punohet në qoftë se neve si prind, neve si edukator, neve si komunitet, bashkëpunojmë dhe bashkëveprojmë dhe e transmetojmë tek fëmijët tonë, duke ju shpjeguar dhe duke ju sqaruar që juve nuk keni pse të ndiheni inferior karshi ndonjë kombi tjetër, përkundrazi ju duhet të jeni edhe krenar për ata çka jeni dhe këtu rolin kryesor tash fillon domethënë tek prindrit, pastaj shkollat, kur flas shkollat, normalisht se shkollat në Amerikë nuk do të na e promovojnë gjuhën tonë shqipe, por është shumë e rëndësishme se ato nuk do na e kundërshtojnë asnjëherë, dhe asnjë pikë që ne të mësojmë shqip, të rritemi me bindje dhe mendim shqip, të njohim historinë tonë kombëtare dhe të dimë gjuhën tonë, domethënë shqipe. Dhe përderisa këto pengesa nuk i kem, atëherë pse domethënë mos të punojmë edhe më shumë për të ruajtur. E si ruhet kjo? Përmes aktiviteteve kulturore, përmes bashkëpunimit, përmes komunikimit dhe një rol kryesor që kanë televizionet, gjithsesi media shqiptare që veprojnë këtu dhe mund promovojnë gjithmonë akoma më shumë kulturën shqiptare, gjuhën dhe të gjitha ato gjanat më të mira që i takon një komi. Unë jam për ata që ne duhet ndoshta të eliminojmë ndonjë ves të dobet që ne kemi trashëguar nga vendlindja jonë, por ama të puthim dhe të rrokim vetëm ato gjërat që janë më pozitive, që ndikojnë pozitivisht në krijimin dhe formimin tonë si njerëz në radhë të parë dhe pastaj edhe si shqiptar, sepse nga eksperienca pra po them, besom çdo kom tjetër të vlerëson akoma dhe më shumë kur e shef dhe e din se ti qëndron në origjinë prej ka je. Sepse unë çdo kolegu tim nëse i them jam vetëm amerikan, asgjë më tepër, ata akoma automatikisht do shprehin dyshimet tek unë, sepse din se edhe nga emri, edhe nga mbiemri nuk është i këtij komit. Pra duhet që të transmetohet tek gjeneratat e reja dashuria për vendlindjen, dashuria për gjuhën, dashuria për kombë, pse jo të ndihen krenar. Mos të ndihen krenar për një vepër të keqe, por ndihen krenar për edukimin, për arsimimin dhe për çdo sukses pozitiv që ata mund të arrijnë këtu. Dhe jo vetëm të ndihen ata vetë, por të shpërdajnë atë krenari edhe me bashkëvendasit dhe bashkëkohësit e tyre që të bajë të ndihet krenar edhe ai tjetri për ta. Unë personalisht për çdo sukses, të çdo të riu shqiptar që njeh për ta, pa dallim, unë vërtet njihem jashtëzakonisht i lumtur, sepse di se ai është një shembulltyr e pastër dhe drejtë dhe mirë për kombin që vërtet janë ngrit vlerat aty ku ne si komb, domethënë i kem pas dhe i kem dhe besoj dhe shpresoj se do t'i kem dhe në të ardhmen. Dhe siç e thash, një rol jashtëzakonisht rëndësishëm e ka pikërisht edhe ky televizion ku neve jemi këtu për të ruajtur një gjë të shëndet. Ne kemi bërë ç'është e mundur, duhet bëjmë më shumë në aspektin e mësimit gjuhës shqipe, po natyrisht ne kemi një ekip modest, megjithatë kemi bërë dhe kemi dhënë emisione, por duhet edhe bashkëpunimi edhe i familjeve shqiptare. Natyrisht këtu ka vend edhe për rregullime, ka vend edhe për shtesa, ka vend edhe për një konceptim të ri, me që rinia e sotme është mjaft atraktive tek mass mediat, por jo vetëm mass mediat, po dhe mediat sociale dhe aplikacionet e medjave sociale duhet punojmë edhe në këtë drejtim për të qenë informacioni i komunitetit pranë teleshikuesve. Avokat, ne kemi bërë disa zhvillime dhe përparime teknike, ndër të cilat
kemi edhe në çdo celular mund të gjesh aplikacionin e televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Çdo njeri i cili dëshiron e ka këtë mundësi, ka programacionin ton, ka programet që ne japin, ka programet ditore, ka programe 24 orë jeshtë, natyrisht nuk janë gjitha të krijuara brenda ditës për arsyet tona modeste që jetojmë në një komunitet në diasporë, nuk kemi burime, nuk kemi aq shumë shikues, jo se s'kemi ne shikues të drejt për drejt, pasi nëpërmjet platformave të ndryshme, unë apitem nga njerë në Facebook e në këto tjerat ku dalin deri 7 milion, 8 milion shikues, dhe them ku janë këta 8 milion shikues. Por megjithatë është kënaqësi, sidomos e kam ndjerë këtë mes malësorve. Sa herë që më ndodhen mes tyre, ka një njeri që më ndalon, ka një njeri që më jep dorën, ka një njeri që më përqafon. Dhe duke më falenderuar për punën që ne bëjmë. Tani, me që ju jeni dhe punoni dhe me brezin e ri, si duhet veprojmë që të kemi më shumë akses tek rinia? Sipas opinionit tuaj. Unë mendoj se këtu nuk është faji juve se nuk ndoshta realizon disa gjëra. Ju si televizion bani ata më të mirë të mundshme. Neve duhet edhe ne si komunitet jemi më të angazhuar përmes shoqatave, përmes kulteve fetare që këtu veprojnë shumë, domethënë flas për ato shqiptare, dhe neve duhet të kemi edhe programe, domethënë që programe të cilat do afrojnë të rinin tonë më shumë, dhe ata do të takohen akoma më shumë nëpërmes aktiviteteve kulturore, nëpërmes aktiviteteve të ndryshme, domethënë edhe të lira, edhe krijuese, edhe profesionale, përmes edhe asociacione ose shoqatave, për shembull profesionistëve mësimdhënëse, profesionistëve mjekë, profesionistëve avokat, profesionistëve pra flas shqiptare, apo të profesionistëve mekanik, profesionistëve biznesmen, e kështu me radhë. Pra këto pika duhet domethënë të punohet më shumë, ne si komunitet punojmë më shumë dhe t'i afrojmë më shumë, dhe përmes këtyre rrjeteve, përmes këtyre grupimeve, ata arrin të njohin njëri tjetrin, ata arrin të ndihmojnë njëri tjetrin, ata arrin të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe si tillë formojnë dhe krijojnë tek vetvetja një besim akoma më shumë tek bashkëkohësit e tyre. Fatkeqësisht ka ndodhur shumë herë për shembull në biseda të lira me miq, me shok, me koleg, edhe me njerëz që janë edhe të kësaj të fushës biznesit. Jo po unë nuk i jap punë asnjëherë shqiptarit, jo po nuk e punësoj shqiptarin, jo po nuk duhet të kem punë me kështu. Pra kjo është ka qenë dhe është një dobësi jashtëzakonisht e madhe, sepse nëse ti mund të zhgënjesh me një person, një shqiptar, nuk mund të etiketosh të gjithë shqiptarët. Po ndërpresim këtu bisedën për një pauzë publicitare, do të kthehemi pas pak minutash.